Data 2 prill është ëna e plot, ëna rozë, si që quajnë astrologët. Çfarë do të thotë kjo ëna rozë? Është një hënë që mund të lejë çdo gjë të vjetër mbrapa dhe të bësh një fillim të ri në të gjitha nivelet e jetës tënde. Gjithashtu, mund të bëjmë rituale të ndryshme, duke shkruar akoma dhe në një letër vetes tënde, çfarë le që këtu e tutje. Është si një fillim i ri dhe për shumë fushat të jetës. Në të njëjtën kohë, kam vendosur në datën 2, dita e ente, në orën 9 me të Greqisë, 8 me të Shqipërisë, të zhvillojmë ndërmjet platformës Zoom një trajnim që do merrni ritualin për të realizuar dëshirat që këtu e tutje dhe kjo hënë do ketë rëndësinë e saj deri në shtator dhe tetor. Prandaj, kush është interesuar të mësojë si mund të manifestojë ëndrat e tyre në të gjitha fushat, të lerë çfarë do që të lerë në gjërat që i ka ndodhur deri tani dhe nuk do që të ketë më në vazhdim, ky trajnim është i përshtatshëm për ty. Çfarë do bëjmë në këtë trajnim? Do mësojmë mënyrën si të manifestojmë të gjitha ëndrat tona ndërmjet metodës ruse Simoron, e cila është një metodë që do të ndihmojë ndërmjet lojës të kërkosh në univers nga Zoti, nga vetja jote, të gjitha dëshirat të realizojnë. Do t'i japim atë ditë kush do jetë pjesëmarrës. Gjithashtu do mësoni kush është karma juaj nga ana e babait. Do të thënë këto informacione të jashtëzakonshme, pse juve vështirësoheni në disa gjëra dhe çfarë karme duhet të lani, si të thuash, duhet të bëni, duhet të mbyllni nga afisi i babait tuaj, çfarë pikërisht erdhët të bëni për këtë. Të gjitha këto do t'i mësojmë në datën 2. Gjithashtu do bëjmë dhe ritual, prandaj ata që duan të marrin pjesë do më shkruajnë në Viber, në Telegram dhe në WhatsApp në privat tek telefoni 0030 699 321 46 37. Dhe ati do t'ju them çfarë duhet të keni atë ditë me vete dhe çfarë duhet të keni përgatitur. Që të bëjmë ritualin për lirimin e çdo gjë të vjetër dhe të fillimin e ri. Gjithashtu të gjitha të personat që ishin në këto trajnimet e tjera dhe ju që keni dëgjuar atë letrën që bëm dhe bëm ritualin që vu morizin dhe të gjitha ato, data 2 do ta themi kush do jetë pjesëmarrës, çfarë do bëjmë me ato letrat atë ditë. Është dita që duhet që ne të përfundojmë dhe me ato që kemi shkruar. Këto nga ana ime, po do jetë me pagesë dhe pagesa për kësaj radhe do jetë 22 euro vetëm, sepse dhe kjo anë ka të bëjë me balancën dhe ekuilibrin. Dhe numri 2, së mos 2 eri përsëritur, është numri që na tregon balancën dhe ekuilibrin. Ju mirëpres, kush është gati vërtet të bëjë ndryshim, mund ta bëj. Kush nuk është prap gati, është okay, si kush mund të bëj atë që do, jeni në vendin tuaj, bëni atë që ju dëgjon zemra dhe shpirti juaj. Ju përshëndes, mirëpafshim.